Mirë se erdhët në ligjërim të nderuar dëgjues. Hapësirë kjo, ku komunikimi ka zë dhe ku historitë, puna dhe sukseset e njerëzve që kanë bërë histori na frymëzojnë gjithmonë. Jam shumë e nderuar sot që do të ndaj me ju pak minuta me ish drejtorin e Filharmonisë së Kosovës, dirigentin, kompozitorin, mbi të gjitha kolegun tim Baki Jashari. Po të referuam Baki në mënyrë më të familiarizuar të mund, shumë mirë se erdhe. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Nuk e di, domethënë, jam pak emocionuar. Sa herë që i kam mysafir kolegët e mi. Ndjej këtu që të jem falendëruese për gjithë kontributin që keni dhënë në këtë institucion. Unë kam qenë e privilegjuar që menjëherë në Kosovën e pas luftës kam punuar me juve. Dhe besoj që nuk është një dobësi morale të ta them tani që jam e nderuar që nga ti mësova taktin e punës. Mësova se si ta fus shpirtërorën në gjërat më të mira artistike, fjala vjen te intervistat dhe të ato realizimet e shkurta të emisionit të fëmijëve që unë i kam bërë, dhe mbi të gjitha disiplinën. Këto janë virtyte që një punëtor, sidomos një mediumi, e shohin përpara dhe unë do doja që ta vazhdoj atë që ju me ngulm e keni bërë në këtë institucion. Këtu po e nisim. Ishin me njerë ato vitet e pas luftës. Baki Jashari ish dirigent në Radio Prishtinën e dikurshme. Shkoj në Sloveni për të kryer studimet pas universitare, ku u gjem dhe punoj si profesor. Me të kthyer në Kosovë, në Kosovën e pas luftës, mbase radio ka qenë pozicioni yt i parë këtu. Ardha në radio, në një institucion që të mos them kishte rënë, po përpiqej me të gjitha mënyrat që të ringritej. Vetëm ne e dim se si e kemi gjetur atë botë radion, ku nuk ishte asë një mundësi reale për të filluar një emision, një program të denjë. Mund të them, pa hezitim, që ju keni qenë prurja më avangarde e atyre viteve. Pas gjithë kësaj pune, si u gjende këtu në radio? Atëherë, faleminderit për këtë hyrje shumë themi artistike dhe pendi vetëm pak tepër të vlerësuar, privilegjuar në këtë prezentim të juaj në këtu, po me njerë do të kaloja natyrisht në të pjesën që ju e përmendet, se është e vërtet që sa herë hyj në këtë institucion, unë kam emocionet veçanta. Pothuajse për 12 vite, që nga pas lufta, nga viti 2000, unë kam punu këtu si punëtor i rregullt i RTK radios, si që themi, dhe ai se përmendet ju rikthim i dyti imi këtu, sepse për rritë vërtetës vitet para 90, si që edhe përmendet, unë kam qenë nga vitet 87 deri në vitin 90, deri në mbylljen e dhunshme të radio-televizionit të Kosovës dhe mediave, gjithçka që ka qenë në Kosovë dhe shkollës dhe universitetit, si që dim, unë kam qenë dirigent i korit të radio-televizionit Prishtinës, dhe jo me dëshirë ne, më thonë, një me largu, dhe për shkak që unë kam studiu në Sloveni, ka qenë shumë e natyrshme rikthimin i imi dytë tani në Sloveni. Bile ajo ka qenë si pasoj e ftesave të shumta të kolegëve që mu brengoseshin për situatën në Kosovë, kur ne humbëm autonominë, kur edhe unë kisha lidhje, edhe pse isha kthy në Kosovë, vazhdimisht kishëm komunikime, natyrisht jo me internet në atë kohë, se s'kishte, por me telefonata, me kështu me radhë, dhe më patën thonë kolegët atje, çka po pret, ja këtu, ti edhe ashtu mendit kemi lëshuar herën e parë, dhe unë nuk kom shku si refugjat, si shumë, që natyrisht ka qenë natyrshme ajo kohë e vështirë,
por më njëherë jam kyç në sistemin arsimore dhe pastaj me dirigjime, me krejt. Mirë po, kaluan pastaj 10 vite, plot 10 vite, dhe nëse më lejohet, Fatmire, që përmende punën time këtu, ardha ime parë pas luftës, nuk ka qenë e rastësishme në Radio Kosovë, dhe me këtë rast do të falenderoj publikisht profesor Rafet Rudin, i cili ka qenë edhe iniciatori i kthimit tim këtu. Do më thonë, ka qenë një kthim i rrufeshëm nga një aktivitet që unë, do më thonë, vazhdoja për 10 vite në Sloveni, dhe ajo ftesë, ai ishte në lidhje të drejt për drejt me menaxhmentin e asaj kohe të Radio Kosovës, ishte një moment vendimtar. Dhe natyrisht që unë me shumë gëzim jam kthy, isha redaktor përgjithësi programit muzikor, mirë, po si që përmend, ato fillime kanë qenë shumë të vështira. Me siguri njerëzit që paka shumë e din atë kohë, ose ndonjë detaj se si është punu në media, përsa që është në vetëmin medium që kemi pas radio televizionin në Prishtinës në atë kohë, ne që tani e konsideronim si radio televizioni Kosovës, sa do që kjo është çështje pastaj një tjetër çështje pra juridike tjera, po megjithatë objekti i njëjtë, vendi i njëjtë, ka qenë shumë sfiduese, domethënë të rifillohet me një teknologji të re që në ndërkohë kishte filluar të aplikohej në për filloi dhe interneti, filluan kompjuteret, ndërsa kur ka marrë unë këtu, ende Radio Kosova ka punuar me shirita. Këtë do doja të thoja. Do më thonë, kjo ka qenë shumë interesant. Përparësia ime dhe kyçja ime shpejt në këtë botë, thojë të themit shiritave, ka qenë që unë në ato 3 vitet, kur kom punu, vitet 87 deri 90, si dirigent i korit e radio televizionit Prishtinës, unë veti kom montu incizimet që i realizojshim për i vërtetës e moj mend çdo të mërkur kemi dalë para këtu në studio, edhe kemi incizu vepra audio natyrisht. Dhe gjithë shka kishë në dorë aty nuk ishte e panjohur. Po, do më thonë, për mu ishte u çuditën njerëzit tu që unë po guxoj me i prek shiritat, sepse si që dim ne, që dim këtu, ajo është një punë shumë delikate, një lëvizje gabuar edhe shiriti binte në tokë dhe u shkatronte, ajo nuk paloi, pastaj shumë dëmtoi. Kështu që unë me shumë guxim edhe me qenë se thash kom pas një përvojë, ishte kënaqësi imja fillimi digitalizimit. Praktikisht që ka qenë edhe arsyeja e angazhimit tim këtu në radio. Ishte unë këthema plot entuziazm, ishte Kosova, ishte e lirë, nuk ishte ma frikë nga askush në kuptimin një si generate, dim çka kemi vojt në kohën e Jugosllavisë, po më themi pastaj viteve fundit regjimin e Miloševićit, ne dim çfarë problematike ka qenë ajo, dhe andaj të gjithë ne ishim të gëzuar, të gjithë kishim vullnet, motivim, dëshireshim diçka, do më thonë, unë kam... Dhe këtë e morë erdhe si të kishe një mision. Mision, 2-13 orë dita këtu, më kaloj ke dita këtu. Tani nuk e di, në e ke këtë informacion, të gjitha ata shirita në Fonotek janë digitalizuar. Po... Ne tani kemi një fond të digitalizuar të... Më kujtohet, edhe këtë të dhëmë si ndoshta një... diçka specifike, diçka që më ka me në kujtesë të përhershme, diçka simbolike, do të ndaj me ju, ndoshta Fatmire, ne kemi bashkëpunu, kemi punu bashkë të shumë vite, po se di, kom thënë këtë çështje njerë, çdo orë, para lajmeve, në Radio Kosovë,
në Radio Kosovën e pas luftës, por shumë interesante është në ndërlidh edhe me Kosovën e pas para luftës, kur ka qenë Radio Prishtina, ka qenë gongu. Do më thonë, çdo orë ishin lajmet, dhe binte gongu. Edhe binte gongu, që ishte incizuar në shiret, edhe ajo çdo orë, edhe gjithë e kuptonin se tash po fillojnë lajmet, ora kaq, e kështu me radhë. Dhe a ishte një shirit shumë i shkurt. Edhe unë e vrejsha në ato fillimet që teknikët shumë shpesh çdo orë u dash kja shirit këtë vogël disa sekundësh me vendos edhe me hek. Me vendos me hek, ajo ishte shumë diçka e bezdishme, diçka edhe çështjen, do të thonë të parë që kom digitalizu, ta quajmë kështu, ka qenë gongu. 3-4 sekonda e mora shiritin e transferova, që themi kështu shkurtimisht në atë gjuhën kompjuterike, edhe unë shumë mire më e mend lehtësimin edhe falenderimin e teknikve, që nuk ishte nevojë ma çdo orë, kështu që ka qenë ajo 3-4 sekonda, vetëm 3-4 sekondave kemi kalu në mija minuta që përmende të unë deri në, do më thonë, plot 11 vitet, plota, kom punu kryesisht në digitalizimin e shiritave, do më thonë, analog si quhesh. Analog, dhe ato më pastaj gjithë pjesa tjetër është finalizuar tani dhe për këtë... Më vjen shumë mirë që është kryu një proces shumë mirë. është kryuar një proces i mirë pune, një frymë mirë pune, kam punu gjithë ata punëtorë që te i një për ta përfunduar. Gjithmonë duhet niset, gjithmonë dikush nis diçka. Po ishte natyrshme se në njëri pas lufte, dhe më thonë, ishte ajo diçka... këtu në radio, për të kaluar tutje, ta thash edhe kur hyre, që të të prezentoj ty, do më duheshin ditë. Këtu në radio nuk bëm punë nga më të ndryshme, sa që edhe te programet që shkonin live, edhe ato që incizoheshin, ti ishe gjithmonë prezent. Do më thënë, mbaj mend kur një herë të kam kërkuar një këngë ku këndohet dimrit, një këngë popullore që i këndohet dimrit. Edhe ti hyre kërkuve, po, dhe më the, nuk ka asë një këngë popullore ku i këndohet borës. Dhe i kështë marrë me shumë përgjithësi, mas 2 dite ty të kom gjete fonoteka, duke e kërku kompozitor, mës shku dikush. Dhe tha shopa kjo është, mos e kërko më se ka shku. Do me thënë, asë njerë nuk e arroj, edhe kur ma e the që dimri për ne shqiptarët ka qenë gjithmonë i vështirë, dhe askush nuk i ka kënduar ati. Këndu Erdh Pranvera, Qel Behari, në qëshirë. Shumë bukur, shumë bukur. Largim ytë nga... Po prandaj e këto. Njerëzit, kur bëjnë një punë të frytshme në një institucion, sidomos kur ai është mediatik, ne mendojmë që kur dalim në pension harrohemi, por disa gjëra janë si gongu. Një orë do të vazhdoj të bie gjithmonë, për ti paraprir tjetrës. Largimi yt nga ky institucion, ta them të drejtën, për të gjithë ne brezin që punuam me juve, ishte pak i dhimshëm. Shumë gjëra na mungonin, ne të kishim paka shumë si një shtyll. Unë konsultohesha me ty edhe për emisionet e mia dhe për mbajtjen e tyre, dhe për të ftuarit e mi. Dhe shkuarja në Filharmoninë e Kosovës për të qenë drejtor i saj, neve sa na erdhi si pak e papritur dhe pak një ikje e njeriu që vë themele diku, gjithmonë lë një zbrasci. Patje jeni ndër ata që vutë themelet e një filharmonie të stadit profesional. Të punosh në filharmoni, t'jesh drejtori filharmonisë, të vësh në skenë korin e përbër, të riorganizuar, sa ka qenë e vështirë tani kjo pjesë për ty, sepse e sheh në çdo institucion të është dashur të vësh një gur. Po, shqyqoni, puna ime në radio, në cilësinë e redaktorit, përgjithëse dhe programit muzikor,
Megjithatë nuk ka qenë orientimi kryesor, jetësor në aspektin profesional. Ndoshta s'është e tepër t'ju përkujtoj që megjithatë nuk kam studiuar për kompozim dhe për dirigjim, por edhe muzikologji, që natyrisht Filharmonia e Kosovës, nëse institucion i sapo themeluar pas lufte, ishte pikërisht një vend ku unë mund të ushtroja, të vazhdoja profesionin tim. Bile unë për hit vërtetës në thojza, them aksidentalisht, kam përfundu si drejtar. Unë, interesimi im ka qenë me qenë dirigent, me që unë për 20 vite me radhë në Sloveni, kretë jetën e kalu si dirigent. Ditë për ditë, me koncerte, me ensamblet ndryshme, korale, orkestrale, dhe një përvoj shumë e gjatë në kontinuitet. Dhe këtu i vetëmi institucion apo mundësi ishte Filharmonia. Dhe unë me njerë pas lufte jam ftu disa herë nga drejtorët para prak, për i vërtetës se unë kam fillu nga viti 2006. Mirë për nga viti 2000 dhe në vitin 2006 unë kam qenë i angazhuar kohë pas kohë në projekte të ndryshme të Filharmonisë si dirigent dhe në një aspekt vjen momenti, si që dihet në institucione janë mandatet, kalohet, dhe unë isha kështu një kandidat sa për të thënë aty aspektin teknik dhe prit që angazhimin si dirigent, por ja që mos hyj në detaje shumë si ndodhi ajo, edhe vetëm kur si një kandidat aty i dytë, thanë ti je drejtor, apo kapten. Dhe unë absolutisht nuk isha i gatshëm për këto punë të themi administrative, menaxheriale. Si çdo artist që është. Bile unë paralelisht pa ta pranu detyrën me një kusht. Po, do ta kryej këtë punë, por punën primare të kam dirigjimin. Dhe ashtu ishte në fillim, por shumë shpejt, kuptu si dihet që kjo mund qes pastaj konflikt interesi, sa të që unë vetë themi atë naivitetin e artistit, apo mendoj që ajo nuk është problem, do më thonë, po, si dihet një institucioni ka ato rregullat e veta, edhe unë gradualisht, pastaj, natyrisht, asnjëherë si u kam nda dirigjimit, në format të ndryshme me Filharmoni, por gjithmonë në drejtim të zhvillimit të institucionit. E kemi gjetë institucionin po sa që është në aspektin kadrovik shumë të dopt. Unë, kur ka marrë dhe ditën e parë, natyrisht nga njerëz të Ministrisë Kulturës, kam pyet çka do të bëhet, tash këtu si të fillojmë, më kanë treguar që do shta me disa projekte kështu në vogla, me do një ansambël, se edhe buxhet, edhe mundësi jo krejt. Jo, unë thash, kjo është e pamundur, unë nëse quaj vetën drejtor Filharmonisë, Filharmonia nënkupton orkestër simfonike, që nënkupton organizim shumë më të madh, numër më të madh njerëzish që kështu më radhë. Dhe besoni që ka qenë tepër e vështirë të depërtohet, të binden instancat më lartë vendimarrëse edhe në aspektin financiar kështu më radhë. Edhe në atë kohë Filharmonia ka pas një 20 instrumentist, për ndryshe e kompletuar du t'i ketë rreth 70. Dhe mund me njerë në fillim koncertet të para i kam bo me 60-70 instrumentist, natyrisht duke i ftuar nga Shqipëria, nga Macedonia, nga rajoni ku kishim mundësi, dhe ashtu kemi fillu rrugtimin deri sa natyrisht sa po kthyem nga Berlini ku ishte Filharmonia komplet me gati 120 performues dhe kisha emocionet veçanta, sepse unë shihja më kujteshin vitet kur kam fillu une dhe rritën e gjithë 70% më themi të performuesve kanë qenë jo kosovar. Dhe tani rritë vërtetës kanë qenë ja 2-3 për shkak specifikave caktuara, instrumenteve specifik që ende nuk i kem, por pjesa dërmuese 99% jemi to. Kjo pra është një zhvillim fantastik
mund të krenohemi me këtë institucion, me arritjet dhe shifët, do më thonë edhe respekti ndërkombëtar, nuk po mujnë me besu që Kosova ka do më atë nivel, do më thonë, kjo është paka shumë si puna e sportit. Ti luan në Prishtinë, apo luan në Berlin, apo luan në Istanbul, apo sportin e kuptojnë gjithë, edhe din kur mbiret gola është si atje, si këtu, si aty. Kvaliteti, loja, ashtu edhe në muzikë. Nuk mund të shkosh ti të performosh në Paris, në Lisbon, në Rom, tash në Berlin, në Vjenë, Varshavë, po të tregoj vendet kryesore ku Filharmonia ka performuar vite e kaluara dhe aktualisht, dhe të mos jesh në nivelin që po, sepse mund duket çesharake, nëse i kthejmë futbollit si me çu një ekip të fëmijëve atje, edhe me lujt më të mëdhej. Ashtu. Dhe kjo tregon që Filharmonia ka pas një zhvillim jashtëzakonisht të hafshëm. Ju në Filharmoni, zoti Paki, lëshuat, do më thënë, më falë, në Filharmoninë e Kosovës, gjatë kohës sa ishit aty, u jetësuan, u vu në jetë veprat e kompozitorëve më të mëdhenj botror. Veprat e kompozitorëve të mëdhenj, të artistëve të mëdhenj. Shqoni, kjo shumë çështje specifike, do më thënë çështja e programeve për mbajtjes, se çka prezanton një institucion si është Filharmonia, sikurse as sistemi arsimor, që duhet me fillu nga parashkollor e pastaj radhazi deri në universitet, ashtu edhe Filharmonia dhe muzika kërkon gradacionet e caktuara, duhet shkallë, dhe më thonë edhe programe që i përmendet, dhe më thonë ato vinë me gradi, nuk mundesh të kalosh me njerë një 3 shkallë më naltë, sepse ajo kërkon përvojë, kërkon stabilitet, zhvillim të aftësive, interpretative, përforcimi me kuadro, sama. Dhe gjatë viteve të kaluara kemi pas fatin që jo pak instrumentistë, koristë, themi këngëtar, që kanë studiu jashtë shtetit dhe kanë sill përvojat e tyre. Do të thonë shkollimin profesional dhe ato më njëherë kanë ngrit nivelin e filharmonisë në tërësi. Keni punuar edhe në FSK si dirigenti? Po, një periudhë e shkurtër më duket kohora. Jo, në FSK kam qenë të vitin e kaluar. Vërtet. Deri në pensionim. Po ajo është një histori këtë paralele, themi kështu, ka filluar me njerë pas luftës fundit Kosovë, kur ne patëm TMK-n, në gjatë kohës të TMK-s është themeluar orkestra, dhe natyrisht që unë dhe kolegu im i nderuar Shkumbin Bajraktari, që është klarnetisti i parë i Filharmonisë Kosovës, edhe së bashku edhe me Astrid Mustafën, edhe ka qenë klarnetist, ne kemi qenë ajo treshja që me njerë ju kemi përgjigj situatës me plot themi patriotizëm, gëzim të madh që ne në uniform, edhe ne kemi uniformën. Natyrisht ne kemi veshat uniformën në kuptimin e orientimit muzikor, po që është gjithmonë në përbot. Dhe është punu shumë gjatë, shumë trajnime, ngritja e kapaciteteve, orkestra është, ne kemi mbajt koncerte themi artistike me orkestrën e FSK-s, më vonë të FSK-s pas vitit 2008, siç dihet. Edhe unë kam qenë deri në pensionim aty, domethënë tash kanë ngarë gjenerata të reja, shumë bukur që po vazhdohet. Këtë pas kam ditur që ke qenë gjatë, po ajo që do doja të pyesja dhe pashmangshmërisht po e dija dhe përgjigjen. Një nga realizimet tua më të mëdha si dirigent para një orkestre do të ketë qenë sigurisht dita e shpalljes së pavarësisë Kosovës. Kjo është një historie shumë interesante, nëse më lejohet, ndoshta mi tregu në mënyrë kronologjike, siç dihet për krejt popullin e Kosovës dhe shqiptarët kudo në botë, shpallja e pavarësisë, ajo pak është të thuhet historike apo. Është Zdi, qëfar termi mund të përdorim,
Çfarë do të thotë kjo, domethënë për unë jetova në këtë epokë. Jo, po, kjo është çfarë gëzimi që ne përjetuam me qindra shekuj është luftu për këtë ditë, dhe para mendon e kjo ditë më gjen në krye të institucionit të Filharmonisë Kosovës. Për hir të vërtetës, për shkak të situatës shumë delikate të sigurisë në atë kohë, edhe koordinimit me bashkësinë ndërkombëtare, posaçërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që shpallja e pavarësisë mos të shndrohet në një problem sigurie, çështja minoriteteve, kështu, nëse marrin mend, ne edhe nuk e dishëm edhe datën e saktë. Po. Ajo mante më sheft me qëllim që mos të krijojë ndonjë agjendë ndonjë rrezikshmërisë për sigurinë e vendit. Kështu që edhe ne si filharmoni nuk e dishëm. Pastaj me kalimin e tu afru 17 shkurti, u përcaktu se mund të jetë 17, 18, të hënën, të dielën, të kështu, por nuk e dinim orën. Këtu du me dalë. Masi e kuptu që shumë shpejt, pra ishte çështje kryer, shpallja e pavarësisë, pritshëm ditën edhe natyrisht atë ngjarje, unë domethënë si pjesë e Ministrisë Kulturës u interesova se a ka ndonjë agjendë të përgatitjes të ndonjë domethënë aktiviteti kulturor, ndonjë organizimi kështu. Por çudi, jo. Asnjë iniciativë, asnjë kërkesë, asnjë detyrim. Edhe tash për një distancë të kohore, po guxoj të flasë në atë kohë, por mu ishte tepër e habitshme. Natyrisht tash unë arsyetoj me aspektin e sigurisë, për mëndë çdo fushë ka qenë ajo mos me bot madhe, sepse po mundet me ndodhë ndonjë diçka që nuk e dishim as çka. Njëherë vjen në jetë. Po edhe unë atëherë drejt me tregu pak si dëshpëruar që shteti po lëviz. Na ishëm pjesë institucion shtetëror. Si është të mundur një ditë e tillë nuk mund të festohet me fjalime, vetëm me fjalime. Po duhet të ketë hare, duhet të ketë art, duhet të ketë muzikë, apo gëzim i madh. Edhe unë fillova të përgatis një program artistik pavarësisht agjendës shtetërore. Si është koncert i Filharmonisë Kosovës me rastin e shpalljes së pavarësisë. Dhe ne filluam ushtrimet, unë e caktova një program puro shqiptar. Krejt veprat e kompozitorëve shqiptar, duke filluar me Lorenzo Antonin, me Regjo Mulliqin për herë të parë premier simfoninë e tij nr. 1, me poemën dramatike Skënderbeu të Fari Beqirit. Do më thonë, ishte një konglomerat, do më thonë, të perlave të muzikës tonë artistike, me muzikës klasike, apo kështu më radhë, me që nëse Filharmonia është institucion i tillë, apo. Dhe nëse më lejohet, shumë shpejt, ky informacion që Filharmonia po përgatit një koncert që s'ka lidhje, nuk është në agjendë e parapar, po thjesht institucion i pavarur që jemi, po ato kalojnë prej ministrie në ambasadën amerikane. Edhe mu më vinë me njëherë dieta jo, komunikimi, edhe kërkojnë programin. Edhe ne u dërgojmë programin që jem duke përgatitur, natyrisht komplet muzikë shqiptare, për shembull aty agimet shqiptare, valsi lumturisë, perlat e muzikës tonë, sepse me festua, po, për çudi vjen kërkesa se dihet që shpallja e pavarësisë ka qenë ekskluzivisht në menaxhimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, ka gjithë e dim. Dhe vjen kërkesa me tone kritike në përmbajtje. Edhe mu nuk më vjen tërp, nuk është, ndoshta më sheftësi tek i fundit ka kaluar shumë kohë, që më është thënë
nuk e di as nga kush drejt me tregu, po nga përfaqësuesi i ministrisë që programi duhet të modifikohet. Me arsyetimin që pavarësia Kosovës nuk është vetëm e shqiptarëve. Kjo nuk kuptonte që ne, po e tham kështu troq, ishdash të kemi edhe muzikë të minoriteteve për shkak se ne edhe në flamurin e Kosovës kemi 6 yje. Ashtu. Që është shikuar në këtë film, kishte logjik. Absurde në një shtet ku janë 90% gjema në një shtet dikun botë që i bën këto gjëra. Po, këto kanë qenë kompromiset që ne i dim. Dhe unë shumë u preka. Aty ka filluar një zhgënim jimi edhe institucional, po edhe personal, sepse ne ishëm në delirium të shpallë, më shumë imaginu që Kosova, ne për fjallën Kosova Republik kemi shumë për burgje, kemi vujt, kemi hangër dajak, apo kupton, dhe ne tash para këtë bota për pranën Kosova Republik, shtet. Dhe këtu po kënohet valsi e lutërisë. Po këndojmë këto, edhe jo, nuk ban, jo vetëm, jo që ishin kundër valsit, po duhet të balancohet. Po sigurisht ishte një ditë. Edhe unë, kom po disa veprime shumë interesante, të më thonë, në raport me atë kërkes, nuk ishte ajo eksplicit të thonë këtë vepër ju të të bani, vetëm përmbajtja, të modifikohet. Dhe tjetë, nuk do tjetë. Dhe unë futa në program, në vend të muzikës, dhe më thonë që s'kishe edhe me dasht, të minoritetive, muzikë klasike, këtu kur s'ka pas, atëherë orientova në muzikën botërore. Shumë. Dhe mora një vepër shumë të famshme nga opera Nabucco të kompozitorit Giuseppe Verdi, dhe jo rastësisht e kom zgjedhat vepër, shumë do me thonë se, si reagim, këto për thonë për herë parë. Faleminderit. Do të përmirësohem, është për herën e parë ndaj mediave tona në Kosovë, po ndërsa për herë të parë e kom thonë Reutersit në një emision me njërë pas pavarësisë, kom prit me u kry, pastaj ju kom tregu pse ka qenë ajo vepër në program. Ajo vepër nuk ka qenë shumë e gjatë, korë dhe orkestrën nga opera, dhe është quhet kori i të burgosurve, hebrejnë. Ashtu përmbajtja operës, apo? Dhe ndoshta pak është në kuptimin artistik do të kuptohet kjo, a është shumë muzikë e bukur, va pensiero e dinte që kjo është një melodi që askush nuk shkon mendja që kjo melodi edhe në skenë, në operë janë ato grilat vendosën, se djetë që skena, scenografia, grilat dhe kori i operës që përfaqëson popullin, është prapa atyre edhe i këndojnë lirisë. Dhe kjo ka qenë, si më thonë, ajo gjetja po simbolika që unë e kom pa që ne po i këndojmë lirisë, ne kemi qenë të burgosur, mund të kuptohet shumë pozitivisht, si që thuhet, a e shë gotën gjyshtëm të zbrast, a gjyshtëm të mbushur, apo kuptoni. Pra, për ata që kishin kritika, kjo e binte që ne kemi qenë të burgosur, apo kuptoni, dhe ne tash po i këndojmë lirisë për te grillave, po për mu ka qenë e kundërta, se ju po në lironi, po prap i kemi do grilla, edhe sot i kemi ato grilla. Kuptimin që shtetëformimi i Kosovës ne ende po luftojmë dita, po sovraniteti, ajo, kjo ende se kemi kry, më me imaginu që po flasë. E në atë kohë, që shka qenë shumë dramatike. Po ajo shumë bukur ka depërtu, nuk është keq kuptu, po ima dramatike Skënderbeu e kom majtë në program, po vetëm e kom shkru poemë simfonike. E kom hek Skënderbeu nga titulli, po vepra ka mbet në program, dhe atër
Paramendon në ditën e shpalljes së pavarësisë. Po, sepse ti këndëtar Skënderbeut kjo kishte tash implikime. Po, kishte logjik sikur të shtriheshim në kohë, kishte logjik. Kështu që janë këto pak e zgjata, po e përmende pavarësinë si një natyrisht unë kam dirigjuar koncert, ajo është e pa komentueshme, nuk më imagjinu momentet kur kam qenë në skenë kur krejt Kosova edhe bota ishte në kam që lindi një shtet i ri në Evropë dhe i vetmi aktivitet i organizuar qatë ditë shpallje ka qenë koncerti i Filharmonisë Kosovës që është mbajt në sallën e Tetorit. E kujtoj edhe që ka qenë tepër ftoftë të gjithë besoj që kam përjetuar ditë e din, unë gjithmonë e moj mend me temperaturë 17 shkurt minus 17. Kështu ka qenë. E moj mend shumë mirë. Edhe në të ftohtë ne kemi lujtë aty se ishte problem, unë zja e sallë e madhe. Dhe ishte moment i paharrueshëm, jo vetëm për mua, tash që po flas që kam qenë në krye aty si dirigent, po për gjithë performuesit, për gjithë gëzimat madh nuk ka pas për ne. Më vjen shumë mirë që ndave këtë kujtim kaq të bukur baki me neve. Dhe që nga ajo kohë kanë kaluar shumë vite. A mendoni që është bedisuar apo është pjekur në kuptimin artistik qytetari i Kosovës sot kur performon në skenë Ram Lahaj mbushet sheshi, vjen Elbrinita Kajtazi mbushet sheshi, po këto sopranët e tjera të njora dikur nuk ishte kështu. Kjo është shumë temë interesante që hapët, se kjo është ndërlidhet edhe natyrisht me institucionin e Filharmonisë, institucionin kryesor, pavarësisht që nuk ka qenë vetëm Filharmonia që është marrë me muzikën artistike. Në Kosovën e pasluftës janë formuar një varg festivalesh, cilat po ashtu janë kujdesur që të sjellin artistë vendor, ndërkombëtar dhe sa më shumë temi ta edukojmë publikun tonë në atë frymën të tregojmë që jemi pro-evropian, që edhe ne kuptojmë Strausin, Wagnerin, Mahlerin, do më thonë mos flasim për Mozart a Beethoven, apo? Kështu që natyrisht Filharmonia ka pas primatin se është institucion që do më thonë financohet nga shteti dhe ka stabilitetin, e ka gjitha atë dhe unë e mojnë mend shumë mund të flasëm për këtë temë, seriozisht, po mundohem mi gjetë disa pika. Për shembull, më kujtohet në koncertin e parë që patëm organizu në shtator të vitit 2006, kur unë isha drejtar, kur e mora drejtimin e Filharmonisë, ka qenë një situatë të jetë e pakëndshme. Si që dim, ne veç një sallë kemë ku majmë koncerte sallën e Kuqe, kjo është ashtë një tjetër temë shumë delikate. Edhe në atë sallë Kuqe edhe tash ishin vetëm 2 rreshta publik. 2 rreshta. Rreshti parë, rreshti dytë, edhe mund ishin janë 20-30 publiku, numri publiku, entuziast 30. Në skenë ishin 60. Ajo ishte pa imagjinueshme për ne, do më thonë, ne ishëm ma shumë në skenë se sa në publik, do më thonë numerikisht. Se shqyqon nëse del një solist me një mikrofon, është vetëm 1 ose 2, e këne jenë 20, prap, bëhet një balant. Ka nërë pak, po, kur është e kundërta, është shumë e rëndë. Pavarësisht gjitha aty në përpjekjeve tekstave që dërgoj shumë, i printoj shumë, në për ambasada, në për institucione numri ishte i vogël, do më thonë shumë, për mu ka qenë, do më thonë, aspekt kryesor, strategjia, si të rritet numri publikut. Dhe ne kemi kuptu që përmes programeve cilësore, edhe unë e pranoj që
kemi bërë unë edhe me kolegët e mi në filharmoni, natyrisht se s'ka qenë pronë e imja private, po kemi pas këshill artistike, këshill drejtuese, kemi diskutuar çka të bëjmë që ta ngrisim e numrin e publikut dhe natyrisht që ata të vinë me dëshirë, jo veç me ftesa, me hajde këtu, po me arë me dëshirë, me u knaq, edhe që edhe ne me ndi vetën, të më thonë evropian në këtë drejtim, pra bazuar në programe që testonim, kemi fillu, kemi pa që për shembull, unë shumë vonë e kom kuptu, në thoi sa në vonë, që publiku tonë për i përqenë muzika romantike. Të më thonë, jo klasike, se që qëni do të adallojmë muzikën klasike, na e qunë bile muzikë artistike, po kërthu muzikë në aspektin stilistik, klasike i bjen Haydn, Mozart, Beethoven, pastaj është muzika romantike që fillon me Schubert, Schumann, më flasëm krejt muzika operistike, krejt me Giuseppe Verdi, me Mendelssohn, me Brahms, me krejt janë romantik, pastaj vinë impresioniste, kështu që dim historinë e muzikës, stilet. Dhe ne kemi uhtu në për këto stile dhe duke testu se çka. Unë kam qenë shumë i befasum kur aty këtu në ka ndodhur me pas të muzikë bashkohore, moderne, avantgarde, që shumë delikate për dëgjim. Po, sigurisht. Është e rëndë, nuk janë ato harmonitë e bukura që jemi mësuar me ndëgju të Mozarti, po ka tingëllima të vrashta, ka kështu, po kanë ato dramatitetet, kanë tjera parametra, publiku duar turkiste more più pëlqen kjo, adi shumë interesant. Pra ne jemi bashkarisht jemi rrit me publikun, a besoni? E bukur kjo. Dhe në vitin... Duke i kultivuar njëri tjetrin. Ajo thyrja apo bumi, me fjalë tjera kështu pak, them, kryesor që na ka popullor që na ka pshet për muri, në filharmonin, në kuptimin se po flasim për publikun, ka qenë vendimi që të rrezikojmë me organizimin e një koncerti në shesh. Sepse, kur kishëm koncerti, posa që është viti të ri, tradicional, jemi detyruar mbajnë nga dy shfaqje, nga presioni i madh i publikut. Sepse s'ka laku që i nxen 400 karrika, dhe ne kishëm 800, për shembull, kërkesa 800, 1000. Edhe tham, atë provojmë. Po, edhe në shesh, natyrisht ajo ndodhi në fund qershorit, aty kur koha e mirë, natyrisht s'më bën dimër, edhe në bashkëpunim me komunën, kërkuam, ka qenë bashkëpunim natyrisht, se cili ka kryer disa obligime, edhe ata e patën me rregullu skenën, domethënë skenën edhe karrikat. Kurse harroj, zisi erë të puna 1000 karrika. Trepishi i bulimit të sallës. Po, më 1000 karrika se tishëm që ato mund të mbushën. Në ndërkohë, ne kishëm tashmë rrjete sociale, kështu, edhe presionin ma shumë, edhe në ditën e koncertit para dite, për hit vërtetës, u taku me kryetarin e atëhershëm të komunës Prishtinës, që subvencionoi kja dhe ata, me karrika dhe me skenë, me Shpend Ahmetin, edhe thash, kryetar thash, a ka mundësi edhe një 500 karrika, me na i shtu se po më duket që po kem presion ma shumë atin, e sa, jo tha, ishte e djelë, tha, më vjen shumë keq, po ishte shumë efektive, tha, janë mbyll ato procedurat e përkurimit edhe, dhe më thonë, s'mund të rrisim tash adin me, ajo është kry, edhe është problematike, mirë, e kuptova, se unë vetë ishta në institucionet që nuk është e lejtë, po, me që thatë, provum, erdhë mramja, 2500. Edhe, me qënë se s'kishte karrika mjaftushëm, kere, jo në kam, po se po shkallët e teatrit kombëtar, që në aty se na e kishëm skenën të Skënderbeu aty, sheshin Skënderbeu, edhe ato, pastaj në krah kështu, ishte tribuna aty, në ullur në shkallë, po aty edhe një 1000, apo këpëton, edhe në kam kështu një 500-600, mu më vike rëndë, kër ishtë do në personat të moshuar,
që s'kishtin ma karrika, ka ndodhë disa të rinji kom lutë, m'ja liru, si në autobus, kur është kështu, aq presion i madh. Edhe për përfundoj, o kry koncertin mramjen, edhe tash urime ne për organizator, shu edhe kryetari komunës, edhe po faltët urime, kështu, për gjithë këtë sukses, dhe më thonë për atë koncert parin që kështu më në shesh, edhe më thotë, do të tregoj diçka. Tha të kujtojtë, sot në mëngjes, kur i të lypë dhe 500 karrika, thash, po a përshef që edhe 1500 është dashtë. Po, a përshef. Natyrisht edhe një, se dishëm sakt, po hamënsëshëm. Tha, pas asaj që ti ki kërku, tha, unë me bashkëpunëtor të mi, të komunës, tha, kemi qesh edhe po të kërkuj falje, ata me zveti s'kanë qesh para me, kanë qesh ka do, shikoj, drejtori Filharmonisë për lypë edhe 500 tjera, kur as këto s'ka me i bush, se muzikë klasike dhe ne kështu. Tha, a që mi befasu, edhe po zotohën nga tani, që vitin e arshëm, edhe ma shumë do t'japën bugjet. Sigurisht. Sepse kjo që ka ndodhë, Prishtina është ndru në një kryet qendër evropiane. Tha, unë e këm di vetëm si në televizion kër i shojmë koncertet në qendër Vjenës, në qendër Parisit. Kjo të vëtëm pakim që shia kultivohet e njerëzit. Vani, ne nuk kemi performu muzikë pa kesh kuptimi Dua Lipës, apo... Po, sigurisht, muzikë. Ne kemi performu Beethoven, simfoninë e 9 të Beethovenit. Një muzikë e cila kërkon qetësi, kërkon në një elit. Se që për një 75 minuta nuk lëviz asë kush nga karrika. Edhe që është dalin njerëzit që pëlqen edhe qonë edhe dalin, shkojnë. Unë të në konë këm nejtë në atë frikë mësë ndoshta, ose u frikësha mësë, po vjen dikush po kalon aty, nëj kalimtar, djemë të ri, bojnë zhurmat, ndryshme, fishklojnë, diçka. Ajo ka qenë perfekcion. Me njerë pas një mujdite, tenori një famshëm që përmendëm Ram Laj organizon koncertin që fillon festivali i tij operistik 3000. Edhe më shumë. Dhe unë shpresoj që gradualisht në çdo performancë që këta artistë do të sjellin, veshi melodik i njerëzve, muzika kultivohet, njerëzit kultivohen, njerëzit ndryshojnë. Ne po rritemi edhe teknologjia ka bërë vetë. Çka dallon publikun ton nga publiku evropian? Shtrot pyetja, a ka ndonjë dallim? Jo në aspektin kuantitativ, sa janë atje sa janë këtu, po... Në atë të kualitetit. Jo, besoj që kishte me randmen, që ka përdu me thonë, rinia. Po. Ne, kër e shë publikun e filharmonisë, apo të muzikës klasike, në për edhe festivale që i përmenda ma herët, ka shumë rini. Dhe ne ndoshta adresimi të vetëdijshëm, sepse ne vetë jemi kështu dihet që kemi përqindjen më të lartë të popullatës të rinj, po mirë, po kjo ky brez që po rritet. Këtë na përkujtojshin vazhdimisht të huaj që vishin. Dirigent, solist, ndryshëm ishin edhe performojshin para publikut tonë në Prishtinë, edhe ata reagimi tyre po, sa të ri, publika re, krejt të disiplinuar që përmendit, duke ditur ku të dorëtrokitet ku, sepse muzikën klasike, themi artistike, këto gjëra, këto shifët sa e njohim ne këtë fush. Dhe ne seriozisht jemi krenar, dhe më thonë që kemi edhe publik, dhe më thonë kemi mjaftueshëm publik muzikës klasike, themi kështu, por aty shumica janë të rinj. Kjo është fantastike dhe kjo na dallon nga evropian. Nga të gjithë. Për të mirë. Për të mirë. Shpresoj që të jetë kështu dhe për fund, më vjen keq se sa shumë gjëra të bukura pas kemi për të thënë. Po ka shumë tema natyrisht. Thash që do ta përtokoj gjithë biografinë tënde, është vështirë. Ka ngaluar shumë vite. Teknologjia e ditëve tona, sidomos inteligjenca artificiale, po dëmton, po fuqizon, po tjetërson,
Po e vjedh shpirtin e artistit? Shizoni, kjo është një temë jashtëzakonisht aktuale kohëve të fundit. Po bën shumë kënd me inteligjencë artificiale. Shumë dhe inteligjenca artificiale natyrisht që ka depërtu edhe në fushat e artit, edhe në muzikë. Mund ta kemi një kohë shumë shpejt? Unë s'ka 2 ditë që ne ishim në Berlin me Filharmoninë e Kosovës, edhe unë isha pjesë, edhe disa antarë aty të Filharmonisë, po në telefon po më tregojnë për një muzikë zbavitse ishte, dhe më tregojnë muzike kështu pop rock, që po di une, dhe më thanë që e kemi komponu ne, testun, një farë testi. Edhe unë për të gjoj, ajo ishte diçka për tej, unë i njoha ata djem. Unë i di çka mund deri ku, kanë qenë student mi, kështu, e di sa mund ata të krijojnë në atë nivel. A ishte diçka pa imagjinueshme, mirë, profesionale, çdo aspekt, harmonia, ritmi, këto, temat, forma. Unë thash, djema mëre, a ju i keni bo këto, edhe vetë tiu atë fillon, ata, në momentin ku fillon të qeshin, E ke kuptu. edhe më ka kujtu se natyrisht edhe unë jetoj në këtë kohë dhe për di çka ka ndodhë, thash, të kthejë si dush, dash shqip, dash anglisht, këto 2 shkronja që të regojnë për inteligjencën artificiale. Dhe po ma bojnë prof që shumë të rasin, nuk mundi me imagjinu që jep për shembull disa të dhëna dhe çka bën inteligjenca artificiale. Nuk është e mundur, duhet me qenë super i talentuar me arrit atë nivel. Po megjithatë, përkundër faktit të perfekcionit teknik, ne që kemi veshën, prapë dallojmë që kjo nuk është njerëzore. Ashtu, nuk e ka shpirtin. Nuk e ka shpirtin, pavarësisht që perfekcion duket këtë, po vrehet që i mungon, se në shpirtin njerëzor duhet ketë edhe ndonjë lëshim, edhe jo këtë perfekcion. Na ndëgjojmë në interpretim ndonjë rrëshqitje shumë simpatike. Bjen një zë diku. Që dikun një pikë, një ngjyrë, dikun pak, nuk ka qenë vi geometrike aty, është pak më jashtë, edhe kupton që dora njeriut apo e bukur kja. Do më thënë, do t'i rezistoj kohës. Përderisa mirë, po nuk kemi shpëtim, kjo e tutje, edhe unë mendoj që do në zemër t'jemi objektiv, që po flasëm për inteligjentë artificiale, që po kthejme pak më mbrapa. A ka njeri në planet? Në thoi, sa pe thëmë se planeti shumë i madhë, po pastaj pyetja, çfarë do të thonë, e tregon për cilën kategori të njerëzve në planet po flas. Është pa telefon. Askush. Me amar njeriu sot telefonin e mençur që pithojmë, smartphone e kështu. Mu më ka ndodhë që më ka hub dikun, makina, dikun, e kom harru. Nuk më ishta me komuniku, nuk dishta telefon ma s'kemi fix. Krejt ishta në një gjendje në shpi, më ka kaplu një panik. Plus kisha një farë pune, kështu me kry, isha një farë agende, dhe unë s'kisha komunikim. Telefon, jëm dalë të fqinji, e kom lutë më madhën telefonin, me kry dire sa kom gjithë pas të telefonin tim. Muni me imagjinu që edhe inteligjenca artificiale. Do t'jetë kështu. Kjo është e pashmangshme, pra si që ka qenë telefoni, edhe tash... Për krejt breza që do t'vi. Po, mirë, po këtu është, natyrisht, gjdo avancim teknologjik e ka dhe minusat e vetë, do të shfrytëzohen për të mirë. Nëse përdoret në medicinë, apo kuptoni që po thuhet që edhe operacionet kanë më kry përmes inteligjencës artificiale. Robotizohen njerëzit. Më falë, jemi pjesë e zhvillimit, e civilizimit aktuale dhe unë mendoj që nuk duhet të rezistojmë, po të mësohemi krahas të jetojmë dhe t'ja marrim më të mirat dhe
ta ruajmë humanizmin. Shumë e bukur, Baki, po duke mos harru asnjëherë që dikush na mësoi të ecim me hapa. Po që cilat gjenerat e ka atë natyrisht, unë kom qenë gjenerat ma e hershme, natyrisht, që ju keni qenë ma të ri dhe që do të vitet për se cilin brez që do të vi. Po, kështu që unë shumë e kom di vetën mirë në këtë institucion në Radio Kosovë, vazhdimisht kom kujtime, të më thonë, shumë edhe vetë kom jam avancuar për brenda me këtë botë, këtu të medjave, natyrisht unë kom bënu në fushën time të muzikës të mlenda dhe jo mundu në maksimum, dhe më thonë me dhonë në aspektin profesional, që ajo të mbetet një trashëgimi dhe të ndërtohet mbi ta. Dhe pas kaq vitesh kur vjen edhe shikon, dhe më thënë, copëza të punës tënde, e mbështjell atë puzzle-in, të mbetet gjithnjë diçka mos do ta kisha bërë një punë më ndryshe, të mbetet peng, diçka, sidomos për gjithë njerëzit që kështu si puna jote kanë vënë ato gurthemelet në stadet e para. Ajo që unë e besoj jo vetëm ju si artist i madh, po edhe si gjithë neve që jemi rritur dhe kemi ardhur pas jush, do na duhet një sallë e cila shpresoj që është base tani për tani një domosdoshmëri për të edukuar të brezën e ri. Kjo që e përmendet, kjo është plaga më e madhe e gjithë shoqërisë kosovare, posaçërisht asaj kulturore. Dhe më thonë është një temë e cila seriozisht më ka bringosur dhe më lën, më thonë, në këtë moshë tani në pension me një dëshpërim, po e thonë haptazi, që nuk e kam besu që unë do të pensionohem, që do të aprofundoj atë aspektin teknik, zyrtar, si gjithkun botë, dhe mos ta përjetoj prerjen e shiritit të një objekti kulturor, i cili do të shërbente jo vetëm për Filharmoninë e Kosovës, jo vetëm për festivalet e muzikës, jo vetëm për muzikën klasike, por për shumë evente, sepse natyrisht në realitet ne nuk kemi fuqi që shka Gjermania, Austria, po së paku vjen shumë keq më përmend, në vitin 2017 kam qenë në inaugurimin e sallës koncertale të Filharmonisë Maqedone në Shkop. Një objekt fantastik, që 90 km për nesh, nuk po flasëm për 900 km, dikun atje në perëndim. Do më thonë, ose në Tiranë, më falni, kanë disa sallat të ndryshme, duke u nisur prej Tobit, që krejt e dim, dhe të kalojnë 26 vite. Te kam thënë edhe si drejtar. Pra, edhe pse kam hasë në kritika, që ishte po kritikan e po flet, më falem që vetëm kështu, po nuk më isha me imaginu se presioni, edhe do më thonë, i vetë institucionit brenda, do më thonë, mësë me pas vend ku më ullë, mësë me pas publiku ku më ullë, kusht aspekti akustike, kështu më radhë, gjitha to përpjekje që kanë qenë, është fakt, që nga viti 2009, e ma men, kër është vu gur themeli, para me ndone, ne kemi performu në një bind të skenë të improvizuar, këtu të është fakulteti teknik, ku është në datë parcela, është bo, kanë fillu ato makinerit të hapin temele të, do më thonë, operas, të teatrit operas të Kosovës, dhe aty kam beti, është mbo një grop, i cila pasaj është dashtë të mbyllet. Dhe sot kanë kalu mua, po flasë nga lufta fundit, dhe ende ne nuk kemi asë në horizont fjallë po, letra po,
sallë koncertale, është diçka që unë s'po muj me e kuptu. Si është e mundun që kjo shoqëri nuk arriti. Deri të qeveria dhe të gjitha institucionet që dhe më thonë përgjithse për këtë, mës me pa si prioritet diçka që nuk kalohet një qerek shekulli, nuk kemi arsyetim, e kuptoj që pas lufte kemi pas tjera probleme. Sigurisht. Por me kalimin e viteve, me krit... Mos kesh një sallë. Jo, po shteti është mjaft, edhe unë mendoj që nuk ka aspekti financiar. Ne kemi, nuk janë problem 3-40-50 milion euro. Aq kushton ajo. Dhe ne fatkeqësisht thash kjo është një temë dhimbshme që mund po më përcjell edhe kësaj dite dhe për fat keq ndoshta më kujtu nëse më lejohet një batut nëse më me qut. Po lidhur me sallën koncertale. Nuk përfundon mirë, po e ka, si me thonë, satirën mrenda edhe realitetin. Një profesor ju një shumë i njohër, e pyet, djeto me emra, po në s'po du me i vo publik. E pyet një tjetër, një djaloshtri që ishte në filharmoni, e pyet, ti në emër, thotë, shka bo me sallë koncertale, a ki se, dhe më thonë, ti je aty mrenda, a ka ndër një lëvizje, thotë, profesor, këfatjecisht nuk ka kur gjithë. Shqo, si me thonë unë ty Fatmire, natyrisht që unë nuk do të hapres. Po e imitoj, si me thonë, të folmërit. Natyrisht që unë nuk do të po flasëm për njërin mosh. Unë natyrisht nuk do të hapres, po kam frikë që as ti nuk do të hapres. Ai 30 vjeçar, apo ku thoni? Thash që nuk përfundon mirë. Po kjo të regon në mënyrë pak satirike dhimbjen që kemi për atë objekt. Një objekt që pa problem. Nuk flitet më për rindërtimin e Kosovës pas lufte. Po, sigurisht, është bëhet fjalë vetëm për një sallë. Po kemi, ka buxhet për aq. Vetëm duhet me pas vullnet. Vullnet, iniciativa, vullnet. Po mje ke që më dashtë me folë. Po, kjo mungon. Ma hape këtë temë që përmende sallën dhe unë s'mund të thëmë që jemi të knaqën. Në një drejtorin e filharmonisë, një kompozitor, një dirigent të mos e pys për atë që e shesi si bazën, është sikur kur nuk e ke një shtëpi dhe njerëzit e tu flen jashtë ose improvizojnë bende. Shumë rëndë, më i me thonë. Unë, zotri Baki, me ke qardhje këtë po e përmbyllim emisionin. Doja që t'jesh pjesë e radios, edhe kur pim dhe një kafe, edhe të emisionet tona, ne kemi shumë qka patën sot, shpresoj që të gjithë ata që do t'vinë pas, kanë se ku të ngjiten, keni njerëzit që lënë histori, lënë shumë, të dëshiroj shëndet të plot. Unë e di që një artist asnjëherë nuk pushon së krijuari, pakës në ëndër, pakës në zgëndër. Do të shohim gjërat të kujtu këtë vepër. Shumë, po, më jemi shumë faleminderit për ftesën, Fatmire, po thuj se spendi vetë në mirë kështu mënyrë kaq dedikon zyrtare për shkak natyrisht natyrës të këtij emisioni, po ne dim dhe për shkak kemi kalu, edhe unë jam shumë krenar që kom qenë pjesë dhe këtij institucioni ku ti aktualisht punon, përgëzoj për këtë punë që po bën me artistë të ndryshme, me fushat të ndryshme dhe shpresoj që kjo natyrisht do të informoj publikun, të njihen, domethënë përmes punës tënde dhe kolegëve t'ju i këtu, që unë natyrisht edhe i njoh, kam bashkëpunuar me ta, kjo e pasuron, si me thonë, skenën tonë, të më thonë edhe publikun e gjërë e kështë më radhë. Faleminderit shumë edhe njerë, shëndetet mira. Faleminderit.